ideja ka qenë kjo në fillim, që ngushtica e Hormuzit do të ishte guri i fundit që Irani kishte në dorë për të... Për presion. Për presion. Dhe atë po përdor. Kjo ka qenë e para, në fakt. Sepse që në fillim u pa që objektivi kryesor ishte rënja e regjimit. Dhe prandaj Irani përdori ngushticën e Hormuzit. Dhe duket sikur është leva më e rëndësishme që Irani mund të përdori në momentin në cilin ne flasim. Por natyrisht që është një çështja e ngushticës së Hormuzit mund të zgjidhet, por do të kërkoj plane afatgjata, për shembull mund të bypassohet, mund të gjen forma në të cilën mund të bypassohet, po kërkon investime shumë të mëdha dhe kohë shumë të madhe. Irani po kërkon të luajë kështu me kohën. Në momentin që regjimi iranian do të fitojë atë sigurinë që nuk do të preket, ose sepse sulmet ndaj Iranit kanë qenë shumë specifike, individuale, sot teknologjia të lejon që sulmet ti kryesh jo ndaj objektiveve të mëdha strategjike, por edhe ndaj personave të caktuar. Në praktikisht leadershipi i Iranit është një pjesë e mirë e leadershipit është eliminuar.